Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe më pas, falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, që në salavat e profetin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Dhe më pas, alhamdulillah, tashmë jemi në vazhdim të surës Sad. Pasi Allah subhanahu wa ta'ala përmendi një grup profetësh, historinë e tyre, përkushtimin e tyre, durimin e madh që treguan rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Vijon Allahu xhaleshanu ashtu sikurse është zakonisht në Kur'an. Pra pasi përmend historitë e profetëve, sjelljen e popujve të tyre që ndajnë në dy grupe, besimtar dhe jo besimtar, shumica janë mosbesimtar. Pastaj vijon Allahu xhaleshanu më një herë të tregojë shpërblimin e të devotshmëve dhe ndëshkimin e mohuesve. Pra kjo është thelbi ose kështu ndërtohet, domethënë historitë në Kur'an. Dhe vijon, pra në këto ajete që do flasim, është pikërisht pra vijon Allahu xhaleshanu të tregojë shpërblimin e përkushtuarve, të profetëve fillimisht padyshim, por edhe të ndjekësve të tyre, ata të cilët i pasuan këta profet me sinqeritet në rrugën e tyre, me sinqeritet për Allahun xhaleshanu dhe konform mësimeve që morën prej tyre. Thot Allahu xhaleshanu, hadha dhikrun. Ky është përkujtim, paralajmërim. Që në fillim të kësaj sureje, Allahu xhaleshanu çfarë thot? Dhe tha kur hapi këtë sure Sad, wal Qur'ani dhi dhikr. Betojmë Kur'ani që është i mbushur plot përkujtime, plot mësime të vëra, të rëndësishme. Këtu vijon tashmë e përforcon këtë, në pasi u lexuan gjithë këto histori dhe gjithë këto mesazhe të mëdha deri në këto ajete, vijon Allahu xhaleshanu thot, hadha dhikr wa inna lilmuttaqina la husna ma'ab. Ky është mesazh paralajmërimi, ky është përkujtim dhe me të vërtetë të devotshmit do të kenë një kthim të mirë tek Zoti i tyre. Ibn Kathiri thot, ky është një kapitull me përkujtime të shumta. Pra ky hadha dhikr, ky është përkujtim që thot Allahu xhaleshanu. Shpjegimi i kësaj fjale, sipas Ibn Kathiri thot, ky është një kapitull me përkujtime të shumta dhe të mrekullueshme, për ata që dinë të përkujtojnë, të përfitojnë dhe të gjejnë dritën dhe udhëzimin. Sheikh Saadi thot, sjellja e historive të këtyre profetëve në Kur'an është një mësim i vyer për të gjithë ata që duan të përfitojnë nga Kur'ani, plot mësime e dobi. Të mençurit përfitojnë duke kujtuar dhe studiuar këta të zgjedhur dhe marrin mësime të vyera nga cilësitë dhe sjellja e tyre. Ata mund të shohin mirësitë e shumta me të cilat Zoti i begatoi ata. Ai bëri që ata të jenë gjithmonë të lavdëruar dhe të nderuar ndër breza. Të gjitha këto janë prej cilësisë së Kur'anit si dhikr. Siç e thash edhe në fillim të kësaj sureje, wal Qur'ani dhi dhikr. Betojmë në këtë Kur'an që është i mbushur plot dhikr, që do thotë për kujtime, mësime të vyera. Pra thotë Sheikh Saadi, të gjitha këto janë prej cilësisë së Kur'anit si dhikr. Domethënë kujtim dhe mësim për gjëra të dobishme dhe të vyera. Përmendja e historive dhe cilësive të më të mirëve është nga mënyrat më të dobishme të nxënjes të mësimeve të Zotit. Pra, nëse do të nxjesh të mësosh mësimet e Allahut xhaleshanu, studio historinë e këtyre të zgjedhurve, historinë e tyre, mënyrën si adhuruan Allahun subhanahu wa ta'ala, si u përkushtuan atij, si duruan në jetën e kësaj bote, në përballje me provat. Luma ai që përfiton nga këto mirësi dhe mësime. Mbaroi fjala e Sheikh Saadit, Allahu mëshiroft. Vijon ajeti dhe thot, hadha dhikr wa inna lilmuttaqina la husna ma'ab. Dhe është e sigurt se të devotshmit kanë një përfundim të mirë. Qëndrojmë pak te kjo fjalë, kush janë të devotshmit, cili është përfundimi i mirë, përse e përmend Allahu xhaleshanu përfundimin e mirë, dhe çdo të thot ai. Ibn Kathiri thot, Allahu i lartësuar njofton adhuruesit e tij besimtar dhe fatbardh se në ahiret do të sugjerohet përfundimi i mirë dhe i mrekullueshëm. Më i miri vend ku ata do të kthehen dhe do të jetojnë përjetësisht. Ndërsa Sheikh Saadi sjellon ajetin dhe thot, të gjithë ata që plotësojnë devotshmërinë ndaj Zotit, pra për cilën premtohet kthimi i mirë tek Allahu xhaleshanu dhe shpërblimi i përjetshëm për të devotshmit thot. Thot Sheikh Saadi që vëren këtë gjë dhe na shtjellon ajetin dhe kjo na tregon mënyrën se si lexohen ajetet vëllezërit e mi. Ajeti është kaq, të devotshmit do të kenë një kthim të mirë tek Zoti. Ku kanë synuar dhe kanë vështruar dietarët e ndryshëm. Vëreni me kujdes se si e shpjegojnë që të mësosh dhe të meditojmë në librin e Allahut subhanahu wa taala. Pra Sheikh Saadi çfarë vëren? Të gjithë ata që plotësojnë devotshmërinë ndaj Zotit,
Pyetja që vjen si plotësohet devotshmëria ndaj Zotit, duke plotësuar urdhrat dhe duke lënë ndalesat. Burra qofshin apo gra, kanë këtë premtim të mrekullueshëm nga Zoti i tyre. Ai na siguron se devotshmi ka një përfundim të mirë, ata do të kenë një përfundim të mirë dhe një pritje të bukur nga Zoti i Gjeleshan. Pra Shekh Saadi çfarë lexoi nga ajeti? Domthonë të devotshmit dhe na shtjelloi kush janë të devotshmit. Se normalisht njeriu kur thotë që të devotshmi ka një pritje të mirë tek Allahu Gjeleshanu, thotë si të bëhemi devotshëm? Cila është adresa e të devotshmëve? Atëherë janë zbatimi urdhëresave të Allahut, lënia ndalesave. Çfarë mund të vërejmë tek ajeti që të meditojmë në të përsëri? Çdo thotë një husn ma'ab, pra një kthim të mirë, një pritje të mirë. Kur fillon pritja e mirë nga Allahu Gjeleshanu për të devotshmit? Dhe çdo thotë pritja e mirë, atëherë vijnë dietarë dhe çfarë meditojnë, sepse ajeti thuhet, po bën mirë besimtarit të mendojnë atë, të thellohet që elhamdullah ti mbushet zemra me iman, ti mbushet zemra me shpresë për Allahun Gjeleshanu. Thotë pritja e mirë nga çasti i vdekjes deri në ditën e ringjalljes. Pra pritja e mirë nuk është vetëm në ahiret, pra të mendoj njeriu që është vetëm në ditën e ringjalljes. Pritja e mirë fillon që në jetën e kësaj dynjaje, në momentin e largimit nga dynjaja dhe vazhdon deri në ditën e gjykimit. Dëgjoj një shtjellim nga njerëzit e dishëm. Allah i lartësuar nga mëshira dhe bujaria e tij, nuk u ka premtuar besimtarëve vetëm xhenetin në fund. Pra që në fund do të jesh në xhenet dhe kaq. Por një rrugë të mbushur me qetësi, nderim dhe pritje të bukur, që nis që në çastin e ndarjes nga kjo botë dhe vazhdon deri në ditën e ringjalljes. Ky është kuptimi i thellë i asaj që Ibn Kathiri thekson. Allahu mëshiroft. Se për besimtarët e sinqert, ahireti nuk fillon me frikë, por me përfundimin më të mirë dhe kthimin më të bukur te Zoti i tyre. Ka një kthim, la husna, më të bukurin kthim. Husna është mbiemër i shkallës, domethënë themi krahasore, më të bukur apo sipërore. Domethënë më i bukuri është sipërore. Ë? Pra subhanallahu, më të bukurin kthim. Ibn Kathir vëren çfarë? Çdo thotë kjo më të bukurin kthim, pra nuk fillon me frikë. Nuk fillon me pasiguri. Por me përfundimin më të mirë dhe kthimin më të bukur tek Zoti i tyre. Çasti i vdekjes për besimtarin nuk është shuarje, por takim. Pra nuk është shuarje, kur vdes njeriu nuk shuhet. Nuk kthehet në inekzistencë, jo. Alhamdulillah. Por është takim me Allahun subhanahu wa taala. Është momenti kur melekët zbresin me fytyra të ndritshme, duke i dhënë shpirtit të tij fjalë qetësuese dhe premtuese. Aty fillon pritja e mirë, një largim i butë nga kjo botë dhe një hyrje nderuar në jetën e përjetshme. Frika zvendësohet me siguri dhe lodhja e dynjas, drobitja e saj, zvendësohet me pushim dhe rahati. Pastaj vjen jeta e varrit. Po flasim për kthimin më të bukur që përgatit Allahu Gjeleshan për të devotshmit. Pastaj vjen jeta e varrit, e cila për besimtarin është paradhom e xhenetit. Është paradhom para se të hyjë në xhenet. Aty nuk ka vetmi të frikshme, por shoqëri nga melekët, nga punët e mira, sepse puna jote e mirë do të jetë shoqëruesi yt deri në ditën e gjykimit. Nuk ka ngushtim, por hapësirë. Nuk ka errësirë, por dritë. Veprat e mira i vinë si shok besnik. E mbajnë gjallë shpresën dhe përgatisin zemrën për atë që po vjen. Koha aty nuk rëndon sepse shpirti është i sigurt për premtimin e Allahut xhaleshan. Mos haro pastaj edhe atë që her pas here i hapet dritarja dhe dyer për par xhenetin. Pra mos haro dhe këtë mirësi që e kalon jetën e varrit. Dhe kjo është pritja më e mirë, prezantimi i mirësive që e presin besimtarin. Në këtë pritje të gjatë, shpirti i besimtarit jeton me lajmin e gëzueshëm të përfundimit të tij. Ai e di se ajo që e pret është më e madhe se gjithçka që ka lënë pas. Kjo është ajo që Shekh Saadi e përmbledh me qartësi kur thotë, kush e ka plotësuar devotshmërinë, duke zbatuar urdhat, duke u larguar nga ndalesat, ka një premtim të garantuar nga Allahu xhaleshan. Të devotshmit ka një përfundim të mirë. Ky përfundim nuk është vetëm një destinacion, por një proces i mbushur me nderim dhe mirësi, që nga momenti i largimit deri në momentin e përfundimit që do të jesh përjetësisht në xhenetet e Allahu xhaleshan. Dhe kur të vijë dita e ringjalljes, besimtari nuk zgjohet në panik, por në pritje. Ai del nga varri si dikur që është thirrur për një takim të premtuar prej kohësh. Tashmë besimtari e di se në ç'takim takim po shkon. Çfarë po e pret? Pra nuk deli pa sigurt, i friksuar si gjithë të tjerët. Pra, domethënë është besimtarët e devotshëm janë ata që ditën e gjykimit ku njerëzit do të tmerrohen dhe do të ketë pasiguri tek ata. Frikë që nuk mund të krahasohet me asgjë, ata të jenë të sigurt në takimin me Allahun xhaleshan, të sigurt për premtimin e Zotit xhaleshan. Çdo etapë e kësaj rruge është dëshmi se Allah nuk i lë robrit e tij besimtar në pasiguri.
nga vdekja në varr dhe deri në ringjallje, ata janë kujdesin, mbrojtjen dhe mëshirën e Allahut xhaleshan. Kjo është pritja e bukur tek Zoti. Një pritje që fillon me qetësi, vazhdon me siguri dhe përfundon me nderimin më të madh tek Zoti xhaleshan. Hyrjen në përjetësi, në një vend ku mirësia nuk shtëron dhe gëzimi nuk merr më fund. Nuk ka asnjë fund. Vijon Allahu subhanahu wa taala duke shtjelluar përfundimin e pritjes së mirë. Pra finalizimin e saj, cila është pritja e mirë, pra nëse dikush do të pyeste, hadha dhikr, fillon ajeti. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Të devotshmit ka një pritje më të mirë që mund të mendojnë. Dikush pyet, cila është pritja e mirë o Zot? Çfarë pritje të mirë do të vijë? Thot jannatu adnin mufattahata lahumul abwab. Janë xhenetet e Adnit me dyert e hapura, që presin të hyjnë besimtarët në to. Ato janë kopshtet e qëndrimit përjetshëm. Jannatu adn, do të vijë po shpjegimi i fjalës adana. Ato janë kopshtet e qëndrimit përjetshëm, nga të cilat askush nuk kërkon të largohet apo që të zvendësohen me diçka tjetër. Sepse ato janë të përkryera në çdo mirësi brenda tyre. Bukuritë e tyre janë të plota dhe ata kurrë nuk kanë për të dalë prej ndej. Imam Ibn al-Qayyim, duke shpjeguar këtë ajet, thot: me do thellë dhe me hullësi rreth fjalës së Allahut xhaleshanu, xhenetet e Adnit, dyert e të cilave janë të hapura për ta. Ndër të tjera ai thot: sa kuptimi mrekullueshëm fshihet në këtë shprehje. Pra, përfituro tashmë xhenetet e Adnit. Domethënë ti duhet mendosh çfarë është xheneti, çdo thot Adn, çdo thot që portat janë të hapura, si janë portat e xhenetit, sa janë portat e xhenetit, a kanë emra portat e xhenetit? Ai ka shtjelluar Zoti profeti sallallahu alaihi wasallam. Njeriu mediton atë i thot fjalën e Allahut apo jo? Kjo bën njeriu që duke u thelluar në këto informacione, duke lexuar ajete, duke lexuar hadithet profetit sallallahu alaihi wasallam, e kupton fjalën e Allahut më fort. Edhe ajo zëvend se kur thot Allahu premtohen xhenetet e Adnit, portat do të jenë të hapura. Do të meditosh në atë që të është thënë nga Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, rreth portave të xhenetit, edhe gjithë këtyre që po të flet Zoti xhaleshan. Mendo thellë, thot Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft. Sa kuptimi mrekullueshëm fshihet në këtë shprehje. Domethënia e saj është se banorët e xhenetit sapo të hyjnë në të, nuk do të mbyllen dyert, por ato do të mbeten gjithmonë të hapura për ta. Ndryshe nga zjarri i cili kur banorët e tij futen në të, në ajetet shumëta kuranore na tregohet që ai mbyllet mbi ta, siç thot Allahu xhaleshanu, vërtet ai do të jetë i mbyllur me ta. Alehim mu'sade. Në alehim mu'sade. Pra zjarri i xhehenemit do të mbyllet mbi banorët e zjarrit. Pra mbyllet dhe izolohet tërësisht. Subhanallahu. Pra i kyçur dhe i shtrënguar plotësisht, i bllokuar me shtylla të vendosura, fi amadi mumaddada. Ajetet e dini, pra me shtylla edhe pas dyerve të mbyllura të izoluara, do të jenë shtylla izoluese që mos mendoj askush që të ketë shpëtim dhe dalje prej tij. Subhanallahu. Pra të vendosura pas dyerve, ashtu si një pengesë e rëndë që nuk lejon as hapje as dalje. Muqatili ka thënë, kuptimi është se dyert e zjarrit janë të mbyllura mbi ta, nuk hapet asnjë derë, nuk del prej tij asnjë frym lehtësimi dhe nuk hyn në të asnjë erë mëshire, dhe kjo do të jetë përjetësisht. Krahaso xhenetin, hyn në xhenet, dy portat janë të hapura dhe kjo ka mesazhe thot Ibn Qayyim. E para njëherë, ndryshe nga portat e xhehenemit. Portat e xhenemit vulosen dhe jo më kot Allahu na jep të shpjegime. Portat e rinë të hapura, pse rinë të hapura? Ka ndonjë mesazh kjo? Që portat e xhenetit rinë të hapura? Ndërsa hapja e dyerve të xhenetit për banorët e tij është shenjë e lirisë së plot. Ata do të lëvizin ku të dëshirojnë në xhenet. Nuk ka një vend të izoluar, brenda të cilit je i detyruar të rish, subhanallahu. Është liri e plot. Ata lëvizin ku të dëshirojnë, do të vendosen aty ku t'u pëlqejë. Melekët do të hyjnë nga ata vazhdimisht me dhurata dhe mirësi nga Zoti xhaleshan. Si thot Allahu në ajete të ndryshme, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Melekët hyjnë nga çdo portë, ju hyjnë aty dhe thon selamun aleikum. Tibtu. Selam aleikum. Domethënë të mira ishin punët tuaja, të lumtur do të jeni këtu. I kanë portat e hapura subhanallahu. Pra, vazhdimisht me dhurata dhe mirësi nga Zoti i tyre dhe gjithçka që i gëzon dhe i kënaq do të vijë pa ndërprerje. Në këtë përshkrim ka dhe një domethënie të hollë, thot Imam Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, që rinë të hapura portat. Xheneti është shtëpia e sigurisë absolute, ku nuk ka frikë, rrezik apo pasiguri. Prandaj nuk ka nevojë për mbyllje dyersh, ashtu siç njerëzit kishin nevojë të mbyllin ato në dynja. Dyert rinë të hapura se s'ka kushte të sulmojë. E gjitha është pasuria jote. Në pak o vllai, Allahu musta'an. Kur më i pak ti xhenetit ka 10 fish sa kjo dynja, nga fillimi i saj deri në fundin e saj.
është pronë e tij. A ka nga kush të ketë frikë, domethënë që të vërtetet në pronën e tij, ndërkohë që sa e madhe dhe gjerë është pasuria e tij. Pra, kjo tregon, thotë Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, një lloj paqe dhe sigurie të plot, nuk ka frikë, si në dynjë të mbyllim dyert, e mbyllë derën jashtë, e mbyllë nuk ka asnjë lloj frike në xhenet. Në Sahihun e Buhariut dhe në Sahihun e Muslimit përcillet nga Abu Hazim, nga Sahl ibn Sa'd, se i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në xhenet ka 8 dyer. Njëra prej tyre quhet Ar-Rayyan. Në ta nuk hyn askush përveç atyre që kanë agjëruar, përveç agjëruesve. Vijon tani të na tregoj Ibn Qayyimi një tjetër, në një tjetër shenjë për çfarë të meditojmë. A janë përmendur portat e xhenetit? Portat do të jenë të hapura. Vijon Ibn Qayyim na thotë që elhamdulillah nga profeti sallallahu alaihi wasallam na sjell informacione sa porta ka xheneti. Portat madhore, se portat e janë të shumta, por portat më madhore thon dietarët janë 8, bazuar në këtë hadith që vjen nga Buhariu dhe Muslimi. 8 janë portat, pra në xhenet ka 8 dyer. Njëra prej tyre quhet Ar-Rayyan, është porta nga të cilat futen agjëruesit. Po ashtu në dy sahihet, nga Zuhriu dhe nga Humayd ibn Abdurrahman, nga Abu Huraira, transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush shpenzon 2 gjëra çift në ndonjë vepër për hir të Allahut. Pra kush fal 2 herë, pra një namaz nafile ta them, namazet ose sunetet, ose kush e përsërit 2 herë një punë të mirë. Pra nuk je vetëm mirë sadaka, jep 2 herë. Edhe 2 herë do thotë që është më pakta e shumësit, që ti e ke përsëritur shumë herë. Pra ai që bën 2 herë një vepër të mirë në Islam. Dhe kjo është një nxitje që çdo gjë që mëson nga Islami, nuk po flasim për farzet. Farzet dhe haramet nuk diskutohet, njeriu ditë të heq dorë nga haramet dhe bëj farzet detyrat e Allahut. S'bëhet fjalë të bëj vetëm 2 herë farzet, po flitet për vepra vullnetare. Nëse një vepër të mirë që ka këshilluar Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, për veprave vullnetare të pëlqyeshme, ti e kryen 2 herë, atëherë ke këtë sevap që do të jepet në këtë hadith. Dëgjoj me kujdes. Kush shpenzon 2 gjëra në çift, ose bën 2 herë në një vepër të mirë për hir të Allahut, do të thirret nga dyert e xhenetit. O robi i Allahut, eja se këtu është mirësia. Eja. Do thirret nga portat e xhenetit, subhanallahu. Eja këtu. Kush është prej njerëzve të namazit, thirret nga dera e namazit. Pra ai që falte shumë namaz, nafile, synete, falte sunetet e ditës, 12-ën e ditës, falte edhe 11-ën e natës bashkë me vitrin. Falte pas çdo abdesti, falte 2 rekat sepse është sunet, namazin e duhas. Falte domosdoshmë sunete, edhe gjithë sunet domosdoshmë janë të pëlqyeshme, që i ka. Pra ai që falte namaz thot thirret nga porta e namazit. Eja këtu. Kush është për njerëzit e xhihadit, lufton në rrugën e Zotit për të lartësuar fjalën e Allahut, për hapur fenë e Zotit dhe lufton në rrugën e Zotit, thirret nga porta e xhihadit. Kush ishte për njerëzit e sadakas, zgjente çdo lloj rrugë të shpenzimit për hir të Allahut e jepte. Ktu është për ndihmuar një të varfër, këtu ndihmon një jetim, këtu është një botimi i librit të hajrit, këtu është përhapja e të mirës, ndihma e daveçive. Pra ky gjithkohës jepte sadaka dhe jepte për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thirret nga porta e sadakas. Kush është për njerëzit e agjërimit, thirret nga porta e agjërimit. Atëherë Abu Bekri tha: të qofsh shafliu i dërguar i Allahut. Ai që thirret nga cila domethënë prej këtyre dyerve nuk ka ndonjë mangësi. Por a ka ndonjë që thirret nga të gjitha? Nga të gjitha portat? Ambicioz Abu Bekri radhiyallahu anhu. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, po, ka që do thirret nga të gjitha portat. Dhe shpresoj që ti jesh prej tyre, i tha Abu Bekrit. Pra ai njeri që nuk ka lënë portë të hajrit pa dhënë, pra Islami i tij, imani i tij ka qenë në këto nivele, që ai çdo portë të mirësive që ka urdhëruar Zoti dhe ka nxitur profeti sallallahu alaihi wasallam, ai është futur tek ato, qoftë të paktën edhe një herë si thash, 2 herë ta përsërisë atë, ti jesh i rregullt me këto vepra të mira. Allahu sallallahu na bëj prej tyre. Në Sahihun Muslimit nga Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu përcillet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka asnjë prej jush që merr abdes dhe e plotson atë siç duhet. Pastaj thot: dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, i vetëm dhe pa ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe dërguar i tij, dhe se i hapen 8 dyert e xhenetit dhe hyn nga të cilat do që dëshiron. Mbarova abdesin, çfarë do të thënë? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kush e thot këtë pasi mbaron abdesin, ta thot me vetdije, pra dëshmoj që nuk ka zot tjetër me merit veç Allahut, një. Ata adhurojmë, atij jam dorëzuar. Dhe dëshmoj se Muhamedi është profeti i tij. Pra, sipas rrugës së profetit adhuroj
Allahun subhanahu wa taala. Kush e thot të pas çdo abdesi, do të thirret nga japen të teta portat e xhenetit. Pra Ibn Qayyim po na sjell argumente tash që apo flasin për dyert e xhenetit, Allahu po na flet për dyert portat, janë nuk është çështje e lehtë kjo punë. Pra, si të hysh nga teta portat e xhenetit, siç tha Abu Bekri. Ne jep pra disa informacione, disa rregulla që njeriu mediton dhe i hulumton ato. Që të përfitojë sa më shumë nga fjala e Zotit dhe fjala e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidhiu shton edhe një fjalë pas kësaj lutjeje, Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Pra, thotë edhe këtë fjalë domun pas asaj, o Zot më bëj mua prej atyre që pendohen dhe më bëj mua për atyre që pastrohen. Pra lutje pas abdesit. Ti fiton hyrjen në xhenet nga të gjitha portat e xhenetit. Imam Ahmedi, si nga transmetimi i Enesit ibn Malik radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kush merr abdes dhe përmirëson atë, pastaj thot 3 herë, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, i vetmi pa ortak. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe dërguari i tij, i hapen 8 dyert e xhenetit dhe hyn nga cila do që ai dëshiron. Edhe një version nga Imam Ahmedi. Gjithashtu, nga Utbe ibn Abdullah Sulami, përcillet se ka thënë, e kam dëgjuar profetin Allahu sallallahu alaihi wasallam, të thotë, nuk ka asnjë musliman të cilët i vdesin 3 fëmijë, para se të arrijnë moshën e pubertetit, përgjithësisë. Veçse ata e presin të dyert e xhenetit. Ai hyn nga cila portë që ai dëshiron. Ja dhe një mënyrë tjetër që na ngushëllon Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Që ati që i vdesin 3 fëmijë, pra, ka njerëz që i vdesin fëmijët dhe janë sprovuar në dunja. Mos e quaj këtë domethënë alhamdulillah, diçka domethënë të humbur ose pa vlerë. Vallahi nëse bën durim, falenderon Allahun, dhe vazhdon rrugën e adhurimit, ata do të presin në portat e xhenetit. Dhe do të hysh nga cila portë të dëshirosh. Premtim nga Allahu subhanahu wa taala me dëshminë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu një lajm i mirë për gratë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ayuma imra'atin, pra çdo grua e cila thot fal salat khamsaha, fal 5 vakte namazin e saj. Namazin e saj të ditës e fal me kujdes. Sa me shahraha, më agjeron muajin e saj. E ruan derin e saj, hafidha farjaha, e ruan derin e saj. Dhe i bindet burrit të saj, vetë se ditën e gjykimit ka për të thirrur nga të 8 portat e xhenetit. Kaq detyra ka gruaja. Nëse gruaja, domethënë, përpiqet që të kënaqë të jetë domethënë brenda familjes së saj, të kënaqë familjen e saj, të kujdeset për burrin e saj dhe të ruajë nderin e saj, elhamdulillah. Fal namazin dhe të agjëroj Ramazanin për Zotin e saj. Kaq është detyra që ajo domethënë të hyjë nga 8 portat e xhenetit. Ja dhe kjo një mirësi për pra kur thot Allahu xhaleshanu me të vërtetë të devotshmit do të hyjnë do të jenë xhenetet e Adnit me dyert e hapura, mesazhe duke medituar kush janë devotshmit, cilat janë ato vepra që të bëjnë të hysh nga portat e xhenetit, madje nga 8 portat e xhenetit, sa porta ka xheneti dhe cilësitë e tyre. Gjithashtu, vjen Ibn Qayyim dhe shtjellon dhe më poshtë edhe një aspekt tjetër, rreth portave të xhenetit. Mos duken portat e xhenetit si portat e dunjas. Pra kur thua domethënë je para portave të xhenetit, vallahi do të jetë një madhështi që s'e ke parë me sy dhe s'e ke imagjinuar kurrën e kurrës. Nga Abu Huraira përcillet se tha: para të dërguarit Allahu të vendos një me therid dhe me mish, pra buk me mish. Kjo ishte gjella më e preferuar, therid, pra buk me mish. Në një gosti ishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoni profetin modest sallallahu alaihi wasallam. Mori kofshën e deles, dhe ajo mishi i pëlqente më shumë, pra krahu i saj. E mori me dorë profeti sallallahu alaihi wasallam. Wa nahasha nahshatan. Dhe hëngri nga ajo, domethënë me dhëmb. Domethënë tamam si një njeri i thjesht mes të thjeshtëve. Për treguar domethënë që nuk ka nevojë për këto, domethënë statuset, edhe për këto, domethënë paravolida që përdorin njerëzit sot. Profeti sallallahu alaihi wasallam, profeti i Allahut, e mori me dorë dhe hoqi një të kafshuar prej saj. Dhe duke folur me vëllezërit e vet, i thot: "Unë jam prisi i njerëzve, i bijve të Ademit ditën e gjykimit." Pastaj kafshoi edhe një herë tjetër dhe përsëriti tha: "Unë jam ana sayyidu bani Adam yawm al-qiyamah." Unë jam zotëria dhe prisi i gjithë bijve të Ademit ditën e gjykimit. A nuk po pyesni pse? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Po si o i dërguar Allahut do të jesh prisi i tyre, në çfarë forme? Atëherë tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Njerëzit do të qëndrojnë para Zotit të botëve.
Thirrësi do t'i bëj të dëgjojnë dhe shikimi do t'i përfshijë të gjithë. Dhe vazhdoi hadithi i gjatë, është shumë hadith i gjatë ky. Domthonjë që tregon për ditën e gjykimit, shefaitin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund tha, pastaj do të shkoj dhe do të vi nën arshin e Zotit subhanahu wa taala. Dhe do të bie në sejdë për Zotin tim. Atëherë Zoti i botëve do të më ngrejë në një pozitë në të cilën nuk ka ngritur askënd para meje dhe nuk do të ngrej askënd pas meje. Unë do të them, o Zot, ymeti im, do lutet për ymetin profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë do të më thuhet, o Muhammed, fut nga ymeti yt ata që nuk kanë llogari nga dera e djathtë. Pra ata që s'kan as llogari dhe as dënim. Pra direkt sa dalin këta të lumtur, sa dalin nga varret e tyre, direkt shkojnë në portat e xhenetit. Edhe hyjnë nga porta më e djathtë e xhenetit. Ja dhe një portë tjetër nga portat e xhenetit. Është porta më e djathtë. Pra porta që është më në të djathtë të xhenetit është e rezervuar vetëm për të zgjedhurit e umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. 70.000 do të jenë ata siç vijnë në hadithe të tjera. Në ca hadithe me çdo 1.000 nga këta do të ketë 70.000 të tjera. Në ca hadithe të tjera me çdo 1 nga këta do të ketë nga 70.000 të tjerë. Pra i bie që të ketë me miliarda, me miliona të tillë që hyn pa llogari dhe pa dënim nga umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra futi ata thot nga porta më e djathtë e xhenetit dhe pastaj umeti jot do të jetë bashkëhyrës me gjithë popujt edhe në portat e tjera. Por kjo portë është vetëm për të zgjedhurit e umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Elusallahu na bëj prej tyre. Në dynja me vepra të mira dhe në ahiret me shpërblimin e tij. Pastaj u betua duke thënë, vazhdoi profeti sallallahu alaihi wasallam, pash atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhammedit. Hapësira mes dy kanatave të një prej dyerve të xhenetit, dy kanata të një prej dyerve, një derë, dy kanata të saj pjesë anësore, është sa largësia mes Mekës dhe Hexherit, ose Hexherit dhe Mekës. Dhe në disa transmetime mes Mekës dhe Busras. Ndonëse Meka dhe Busra është largësi e madhe, sa një kontinent ose sa një temi gadishulli arab. Gjerësia vetëm mes dy kanate të një prej portave të xhenetit. Pra, mendoni gjerësinë e këtyre portave. Dyert e xhenetit nuk janë të mbyllura, thot Ibn Qayyim, me frikë dhe pengesë, por të hapura me nderim dhe siguri. Ato janë reale, të dukshme, dhe i shtjellon ai përmes haditheve që sjell, po unë sjell të shkurtuar tash me fjalën e tij. Pra me unaza që hapen dhe mbyllen me urdhër, pra hapen me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe në fakt aty ka një unaz në derë në xhenetit ku troket profeti sallallahu alaihi wasallam. I pari që troket për të hapur portën e xhenetit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra me unaza që trokitet në tokë. Pra, hyrja në xhenet nuk është diçka figurative vëllezër. Do të përjetohet realisht. Do ta shikosh reale para syve, do ta shikosh me sytë e ballit dhe të zemrës. Elejn Allahut. Elusallahu na bëj për tyre. Profeti është i pari që ka punazën e derës së saj, duke na treguar se hyrja në xhenet është e lidhur ngushtë me pasimin e tij. Pra kush pasoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kush pasoi profetët e Zotit, ai është i zgjedhur do të hyjë pas tyre në xhenet. Dhe me ndërmjetësimin e profetit për umetin e tij, padyshim. Ibn Qayyim thekson se xheneti është shtëpia e sigurisë absolute, nuk ka frikë, rrezik apo mbyllje mbrojtëse. Dyert janë të hapura sepse nuk ka asgjë për të trembur, melekët hyn vazhdimisht me përshëndetje dhe dhurata, begatit vijnë pa pengesë dhe banorët lëvizin lirshëm ku të dëshirojnë. Kjo hapje e përhershme është shenjë paqes së përjetshme. Meqë xheneti ka shkallë dhe dyert e tij janë të tilla, sa më lart jetë grada e njeriut, aq më të gjera janë portat e xhenetit. Prandaj dhe transmetimet shumëta vijnë sa Mekë dhe Hexher, sa Mekë në Basra. Disa ka transmetime 40 vjet të udhëtosh, sa transmetime 7 vjet të udhëtoj dikush. Pse këto ndryshime në përcaktimin e dyerve në disa hadithe që janë sjell, megjithëse jo të gjitha të sakta, thotë Ibn Qayyim që ato dyert, domethënë sa më lart të ngrihesh, aq më e gjerë është xheneti dhe aq më të mëdha janë dyert. Prandaj dhe ka ndryshim në llojin e dyerve të xhenetit. Pra edhe kjo është një shtjellim rreth dyerve që përmenden në këtë ajet. Për ty me ka një det veçantë, nga të cilë do të hyjnë pra ata të zgjedhurit, sikurse e tham pak më sipër. Një detaj që vjen në disa hadithe, edhe pse dera është jashtëzakonisht e gjerë, njerëzit do të grumbullohen aq shumë për shkak të numrit dhe hijeshisë atyre portave. Në portat, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, megjithëse gjësia është kaq e madhe, do të vijë një ditë thot wa innaha lakadhidh, pra do të jenë ngucur. Njerëzit do të hyjnë atje ngucur, njerëzit do hyjnë në xhenet, subhanallahu, në portat e xhenetit. Pamja e hyrjes në xhenet, siç përshkruhen nga sahabët, kulmon me pastrimin e plot. Para hyrjes në xhenet ose në mita ka ato porta, kur thot Allahu do të janë portat e hapura, ka disa procedura që kryhen
Na vinë në hadithe të ndryshme, thot Ibn Qayyim në shpjegimin e këtij ajeti. Pra, siç përshkruhet nga sahabët, kulmon hyrja në xhenet pranë këto porta me pastrimin e plot. Fillimisht pinë një pije që largon çdo dhimbje të brendshme dhe një larje nga jashtë që sjell shkëlqimin e përjetshëm, fytyra që nuk plaken më dhe zemra që mbushen me falënderim për Allahun xhaleshanu. Besimtari e njeh shtëpinë e vet dhe di rrugën drejt shtëpisë së tij. Kur hyn ato porta, tashmë nuk di nga drejtohem, nga drejtimi për në shtëpinë time. Nuk ke nevojë të pyesësh ku është kështjella e filan fistakut, sepse ta ka instaluar Zoti në shpirt. Dhe ti e di rrugën, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Më mirë se ç'e di besimtari kur del nga xhamia ditën e xumë dhe kthehet në shtëpinë e tij. Pyet ndonjëherë nuk e kam shtëpinë unë. Kthehesh te shtëpia jote dhe di shumë mirë. Më mirë do ta di shtëpinë në xhenet besimtari se sa ky që del nga xhamia thot ditën e xumë dhe kthehet në shtëpinë e tij. Pra kur hyn ato porta, do ta kesh, domethënë të shkruar, domethënë adresën me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ky është mesazhi i madh pra, që jep Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft. Hyrja në xhenet nuk është vetëm shpërblim për vepra, por nderim, siguri dhe mëshirë plot dhe çdo hap drejt saj në këtë botë është përgatitje për atë çast madhështor kur dyert hapen dhe nuk mbyllen më kurrë. Kjo ishte pra për portat. Jannatu Adn. Dhe me sa duket do ta vazhdojmë radhës tjetër, për mos e zgjatur më shumë, domethënë këtë mësim. Elus Allahu subhanahu wa taala na bëj të vazhdueshëm punë të mira. Elus Allahu na bëj nga ata që dëgjojnë udhëzimin dhe ndjekin më të mirën. Janë të durueshëm dhe të vazhdueshëm në udhëzimin e tij. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullahi al-azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.